Neglizhenca është pak nga prindrit, nuk flas për këtë rast, po flas në përgjithësi, sepse të ne çdo ditë pothuajse kemi raste nga më të ndryshmit, prindrit shumë pak ju kushtohen fëmijëve. Kjo është fakt, edhe unë i ri çdo herë me përgjegjësinë më të madhe kësaj, sepse prindërit mendojnë se shkolla është institucion edukativ edhe arsimor, ku duhet edhe të edukohen edhe të arsimohen. Me ndryshimet e fundit, sepse unë e pata rastin para 2-3 ditë, një prind më shkruaj ti, jo kushtimisht se na fajsonte ne si institucion, po qashtu ishte diçka si shkolla. Jo, me përmirësimet e reja në ligjin, shkolla ma nuk është institucion edukativ arsimor, po është institucion arsimor. Edhe ligji nuk thohet ma ligji për arsim dhe edukim fillor, po thirret ligji për arsim fillor. Jo rastësisht kjo është bo. Dihet se komponenti edukat merret prej në shtëpi.